Ju thoni që ka jetë varri, po e themi ne, pa e ka thonë Zoti në Kur'an një herë, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adhab. Çdo mëngjes dhe mbrëmje ata dënohen me zjarr, dhe kur të vi dita e Kiametit do i fusin në xhehenem. Çdo mëngjes dhe mbrëmje dënohen me zjarr. Ku? Në varr pra. Në varr. Ndërsa ditën e Kiametit do i fus në zjarrin e xhehenemit. Pra kemi dy lloj zjarresh. Thotë ju thoni që ka dënim varr, jo ju, jo ne. Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht ajo fizikantja s'na e pranonte. Se theologe nuk është, ta nuk jam më theologe, po jam fizikante. Fizikante ta nuk se për ty dot këtë gjë. Mirë po thot kjo motra, po varret thot që hapen mbas qindra vitesh. Çfarë gjejmë në tonë, xhenet apo xhenem? Po pse mbas qindra vitesh mi motër, hapen nesër, varrin as i gjën aty. Pse shko mas qindra vitesh, se është fik, për qindra vite ka marru zjarri. Në varr nuk shihet asgjë, as dita, as atë natë, si kur një kamera me vendos aty mrena, me incizu, nuk duket asgjë. Pse? Jeta e varrit është gajb. Çfarë do thot gajb? Botë përtej të hetueshmes, përtej të analizueshmes. Se thot, po me hap vorë, thot, qa shef? Asi gjo nuk shef, se po të shihje, nuk do të quash mos provë besimi. Është njësë se kur tush, beson me lajket i po, ku janë me lajket? Si beson diçka që se shef? Edhe jeta e varrit që është si bota e me lajkeve, si bota e gjinve, si bota e profetëve, si bota e librave të shenjtë, si bota e ditës Kiametit, si bota e xhenetit, si bota e xhenemit, kështu me radhë.